po ftoj në studio dy personazhe të shmë publik, dy njerëz të cilët do bërë një debat sonte këtu për aktualitetin politik në Shqipëri dhe jo vetëm. Po se do flasim për Shqipërinë, po dhe jo vetëm. Me qëra fjala, ai është gjithmonë pjesë e emisionit, është snajperi i emisionit, pas cilin ju sjetoni do të më. Arjan Curi, si gjithmonë, pedagog në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, filozof, teolog, specialist i komunikimit, zënja dhe zotrinj, sonte përballë Ervin Saljanjin nga opozita. Kënaqësi Curi që mu riktheve, si çdo të premte, Saljanj, mirëmbrëma, kënaqësi që të kam në studio. Saljanj, këtë radhë do vendos, me gjithë se njihemi prej kohësh bashkë, ta filloj me ty ndryshe nga gjithë herët e tjera. Dhe do të bëj fiks tani në këto momente, ledi o bëhet gati. Pyetjen që vret. Ervin Saljanji. Ti duhet deklarosh sonte publikisht, Ervin Saljanji, se mund të ishe në këto momente që po flasim edhe brenda në qeli. Ç'mund t'i thuash sot Zotit që po na shef nga lart, Ervin Saljanji? Ai je njeri me fat apo jo? Po, pa diskutim, me shumë fat. Po jo vetëm për arsyeën që jam jashtë, besoj, po për shumë arsye tjera. Fat të madh kam. Ervin, vërtet ta them, mund të ishe realisht në qeli sot? Po patjetër. Edhe mund të Jo, po mund të jesh, po një sekond. Edhe mund të jesh. Mund të jesh, po pas një viti e gjysmë mora vesh. Jo, nuk ka. Sepse procesi ishte i tillë, procesi njësor është i tillë që duhet një vit e gjysmë ta marrë apelin dorë historinë. E varet, nuk ka afate të përcaktuara, varet. Pse më thanë mua që apeli nuk e bën para një viti. Kanë marrë një përafërsi të çështjeve të cilat zgjasin në apele dhe kanë thënë. Nuk është e vërtetë. Mund të shkojmë më pak, mund të shkojmë më shumë, po pa diskutim që ajo është një çështje e stisur nga një gjyqtar për cilin do nxjerrë edhe prova të tjera, që është pjesë e bandave, plotësisht pjesë e bandave, në shërbim të bandave dhe në përgjimet italianëve, Artan Gjermenin. Do të nxjerrë dhe dokument, po gjyqtari i cili ka dhënë vendimin, i cili është shërbëtor i Don Dollakut dhe Aldo Barës, po qartazi, jo ka rënë në disa përgjime të erëpasershme si shërbëtor i bandave, shërbeu dhe këtë radhë. Pra është një situatë kaq qesharake se pavarësisht batutës që bëjmë fillim, nuk ka asnjë shans që ajo çështje që është kthyer gjyqësore për shkak të edhe që ka shkuar me dënim për shkak të shërbimit që i bëjnë këta bandave dhe që kanë futur edhe këtë terminologjinë se nuk dua ta përdor. Curi do të reagonte. Përveç asaj se doli ai bashkëpunëtori yt i krimit, në thonjza doli, e liruan atë. Po patjetër, patjetër. Aktualizoti. Atë që përdor si aktor të sajuar, që mori përsipër këtë risku në momentin që mori parat, në momentin që nuk i duhej më, sepse iku ky risku i gjyqit që mund të merrej, mund dile jashtë edhe të dilte nga fjala, tani e liruan edhe mbaroi filmin. Kaq ishte loja. Plani është që do të fusin ty brenda. Po dakord, plani ecim. E ke sigurt që do të fusin brenda. Tani edhe kjo ideja që thoshin këta opozitës, se ju duke si shaka, ju si loj, po nuk bëhet loj me këto gjëra, që janë në rrugë jemi, hajde po deshet na arrestoni, na burgosni, na bëni, ja, ti gati e martiri pari demokracisë. Ku t'ja themi ditë tjetër, nuk ja the Saljanji, se më kishe i ditë që efekto. Po jo më vetëm Saljanji është. Jo. I thash për Saljanji. E the për Saljanji. E për gabim. Po më kishe në studio, nuk e mbaj mend. Pasmë dhe i thash për përgjigje. Pra erdhi dita Curi që tani nuk është më një batutë, hajde na fusi brenda. Këta fusin vërtet. Po pra, këta mendojnë se bëj shaka, lanë mandatet edhe rrinin në rrugë edhe thoshin ja këtu jemi ne, na fusni brenda apo deshet, se këtu jemi, s'kemi frikë. Po Saljanji është gati. Do të them pavarësisht. Ja ta mbaroj Curi një sekondë Saljanji. Vetëm kjo të shpëton që nëse kemi u debati akoma, kjo është thjesht për aktualitetin e Saljanjit, nuk e fillon debati. Në 2021 të fut basha prap në listat të mbyllura, se të hapura nuk i keni dot, edhe në një vend Vincent, edhe unë nga ana ime e inkurajoj bashën që ta shpëtoj, se vetëm kjo mund ta shpëtoj Saljanjin nga burgosja e sigurt. Edhe në burg atje janë disa nga ata që ke akuzuar ti, domethënë, nuk është kaq kollaj.
me qenë këta politikanët të burg. A thua E mban mend i gjati do akmeret ai shumë sa që ta fusin brenda? Që dilte Bargazi. E mban mend Salianin më që dilte Bargazi në ato fushat me dilte Bargazi Salianin në ato fushat me Ashash në Tepelen. E mban mend që shtrihej në ato snajperi i opozitës. Ja dy pronar të asaj, të atyre fushave janë brenda akoma. Ka shumë, i kam përmend gjithë me emra. Po një dy më, se unë si përmend me emra, se një dy i kam i njoh. Edhe nga që i njoh e kështu edhe e kishin shumë entuziast me këtë ide, po ideja është këtu që Thurit, më thuat lutemi gjë. Ti je prapë kundër. Ti je prapë Burgosi kundër Salianit. Po jam. Ti do që Salianit Burgos? Po. Po pse? Po sepse Stilike ta thua kështu kaq me lehtësi sa që thua ti. Po sepse do jetë martiri i parë i demokracisë në shekullin e 21. Pra ti thua do jetë një burgosje politike dhe akmarrje politike. Kurbani i parë i gjithë strategjisë absente, do me thënë i strategjisë së munguar që opozita la mandatet. Dhe kjo është një shenjë që kjo gjë duhet marrë me shumë seriozitet. Pra, nuk është lojë të lëni të mandateve, se këta lanë mandatet dhe u thoshin ati despotit, ajde na kap, se këtu jemi, i kapja i. Do me thënë, gjeti anë Salianit edhe Se despot nga që kalon mjekër, do shta? Despot, jo, në kuptimin e despotit. Despot nga Aristoteli, nga lashtësia, jo, despotizmi është kur qeverisjen ose një sisteme ka një entitet i vetëm ose një despot, një autokrat, këtë që i thonë autokrat këta tani, është despotit. Despotit të merë të rras mren, nuk i vjen keq fare. Pra Salianit ti e përgatitur për të futur brenda plak? Po jam fare, e para njërë nuk... Po si fare, mu se thuj fare. Por e këtë sigurt, por nuk e futi Basha në lista të mbyllura në vënd sigurt, Salianin janë baje se ti i mban këto. Po këto, jo, i mban let jo pa tjetër. Kjo e Kosovës më doli, se kishin hall njerëzit se... Bravo, me të cakon, po që s'do bëhet kurti, bu kurti, po. E kupton. Pra mbaje, por nuk e futi në 2021-in Salianin në vënd sigur të deputetit, Salianin e ke në burg. është brenda thoti. Po, tashin që se pastaj partisi duhet brenda është tjetër histori, po. Po ti shtë bësh më të arvallosh të punë, të rish tu. Po burgu për burra. Edhe trimëri shumë e madhe nuk është përsa lejnë në të presë burgun duar kryq valaj, me emër të kujtë për sakrifit. Tani ta marrë me të qeshur edhe pa diskutim që është... Jo, edhe me të qarë s'kem se marri, më po. Me të qeshur, nuk ka diskutim që çdo rast në autokraci edhe ndodhin këto dhe ka ndodh, si dhe ky rasti që përdoren gjykatat për të kërcënuar denoncuesi, nuk kam denoncuar jo vetëm një rast, po qindra raste. Të gjithë kanë përmendur me emër dhe do t'i përmend akoma. E kishin me ata të tjerë dhe do vazhdoj. Nuk ka rëndësi ndryshe denoncimet e para. Ndryshe nga të tjerë apo bashkë me të tjerë, jo ndryshe nga të tjerë, po bashkë me shumë të tjerë, ne kemi bërë një opozit ndryshe duke i përmendur me emra dhe duke mos bërë kompromis. Pra këtë që thon këta, sakrificë minimale nëse do të ndodh. Bëmu pak modest. Opozitin që ke bërë ti nuk e kanë bërë të tjerët. Pa diskutim, sakrificë minimale. Sakrificë minimale në raport me ato që bën njerëzit në mënyrë të përditshme, me përballjen që bëjnë me qeverinë, me ata që shkojnë tek tatimet, me ata tjerë që i kanë hequr nga puna, me shumë tjerë që mbeten pa bukë, kjo është minimale dhe pas një diskutim fare. Pas që lloj meraku dhe frike nuk kanë çan bëjnë fare, kështu që mos u shqetëso fare. Mua më vjen mirë jashtë brenda kudo që të jetë nuk kanë çan bëjnë fare. Këtu do jemi. Me shumë mundësi ty t'intereson kjo. Të intereson se të bëjnë ero. Nuk besoj se kanë asnjë mundësi që të japin atë shans të madh. Nëse ma japin, mirë se vjen. Mirë se vjen. Ata të bëjnë ero. Nëse japin, mirë se vjen. Pa diskutim. Do që ndodhi Saliani. Çdo politikani ajo. Pa diskutim. E di ç'bëhet më? Shiko, drama më e madhe politike është nëse të akuzojnë për korrupsion, nëse të akuzojnë për vrasje, nëse të akuzojnë për pislik, për mashtrim, po për denoncime, për denoncime sa më shumë që të ketë janë si medalje të cilat merren në luftra, kur plagosesh, por nuk të vrasin dot apo jo. Medalje jo trimërie, sepse këto janë në luftë, por medalje të kontributit kur të vinë me USB përgjimesh, ma dëgjoj këtë. Po patjetër do të dëgjoj vërtet. Nga ata të forcës tënde politike nuk të mbrojnë dhe aq saç duhet. Po mbas jam i fort vet, po. Po mirë, njeriu ka nevojë dhe për mbrojtje tash. Jo, po ka rol që ke marrë raste kur e merr përsipër, kur e merr përsipër në publik që të dalësh mbas teje, PD-ja duhet të jetë para teje, siç e shikoj unë. Para është, pa diskutim. Të kanë nxjerr përpara tani dhe hajde sa mbas Saliani. Kështu që ideja është këtu që herë tjetër kur të vimë në një USB përgjimesh, ta kam thënë dhe herë tjetër këtu. Shiko që ai që futet në kurth të jetë jo i imituari, po i përgjuari në mënyrë origjinale. Pra, e përsërisim për ata që duan të merren me këto lloj kurthesh në të ardhmen. Si janë interesante ndërkohë. Po, edhe janë më të lira, domethënë. Shumë bukur. Ty
ty të kanë akuzuar që ke dhënë 200.000 euro, unë me 50.000 euro ta kisha mbyllur këtë. Kam një shok që imiton shumë mirë këto, do me thënë njerëz të ndryshëm. Po i shtren që nga. Po nga 250, po çike ti 50 nga 200? Po i shtren që nga. Pra fillove tani ti. Po çfarë thash më? Po se bie, po ti e me 100 si Usariani e ka paguar. Unë po them, do me thënë, shifra që ka dalë, shifra që ka dalë, jo 200 tjetër. Unë se besoj vallaj. Me beson gjyqtari më burr. Mirë, unë them besoj unë më lasti qytetar, po. Tani do të mos të pish pazarin më burr, çfarë? Pra, me 50 euro kam unë një shok i lezeshëm thuri shumë i patar. Do me thënë tjetër do bëjmë Ramën thotë këtu direkt. Pra jo, skemi pse ka bërë ta klipit, bëjmë direkt Ramën. Do marrim Ramën në telefon dhe do imitojmë Ramës. Ta zëm Baton Axhiun me që i ka... Unë se kuptoha mirë të vlla. Po jam ta shpjegoj unë. Do të thënë, ai të marri, të flasi sigurisht një mik i tij. Po, që ai që përgjohet jetë origjinali. E kupton? Është më shumë lehtë kjo. Po origjinali ka qenë përgjim apo? Kam unë një shok që e bën fiks Baton. Origjinali ka qenë përgjim o Sarian. Jo më zotri, s'ka qenë origjinali. Si jo? Thuhet që këtë Geronin e kanë imituar në përgjim. Ndërkohë që duhet imitonin një mik të Geronit, që Geronin t'ia kishin marrë zërin origjinal. Është më lirë, po të doni, se nuk kanë... Shiko, të futesh njerëzit në kurth është zgjuarsi. Njeriu s'duhet të bjerë në kurth. Ishin këta komedianët rusë, ç'bënin këta? Merrnin këta kryeministrat e Ballkanit, e kanë bërë dhe me Europën dhe imitonin shokët e këtyre dhe fillonin këta e flisnin, edhe atë Maqedonasin e kështu. Unë them që ta rrisim këtë të Rushdiut. Si ishte ky Rushdiu, ishte ky para? Ta kalojmë pak. Mos e konsidero të ulët tjetër, se është më lart nga ne, po dëgjoj tani këtu. Diskutimi është i qartë fare që ky njeriu që pretendohet që është në kurth apo që ran në kurth. Unë do të japja këtë çështje. Mua ajo është çështje çështje. Meqense u hap është qartë. Unë nuk e hapa fare. Për publikun është e qartë fare që ta rikthejmë qenë se erdhi. Ai personi i cili u akuzua hyrin burg që atë ditë, nuk do ljasit dita për gënjeshtronte MZ veten e vet. Pa diskutim që vllai vet iku nga ministri, kaq. Ky është një debat publik i fituar. Prokurorët të dy me qenë Rafiana dhe tani do shohim edhe gjyqtarin kur vi vetingu, po prokurorët që u morën me këtë punë, dy u shkarkuar nga vetingu. Tani një këshill falas e korruptuar. Pa diskutim që unë dëgjoj këshillat, dëgjoj shumë persona si ju dhe dalë pasaj në një konkluzion të po erë tjetër mësë s'po them në nuk po... Po do të bëjmë, do të përfshirë ty të këtë tjera. Vi unë të them, do me thënë erë tjetër, do përfshirë në mënyrë të drejt për drejt. Ja pyetja drejt për drejt. Që plasët në ekran për Salianin versus Curin. Atere, pyetja është KÇK, anti-KÇK, OFL, GLE, MLQ, PPP, KLM, TLL, LDD, GTLU, a e hap populli sapunin për djathë. Po kam një video për para. Jepi le djo, le da shof. Jepi le djo. Ja një video. Zëgjeroni. A le djo. Qarë perle, me sigurisë Salian, nga pozitat e një opozitari si që ti, nuk besoj se do të thuash e hatë, do mbrosh besoj tezën që nuk e hapë populli sapunin për djathë. Po pse do të mbroj këtë? Unë do them atë që... Ti mendoj që populli e hapë sapunin për djathë? Unë do them atë që mendoj, apo? Je, po do t'i përgjesh e pyetje, pastaj thuash. Pa diskutim. O njërë në tjetën të thuash. Spari njërë pa diskutim që ai që ka organizuar si show, si serial, si film, me pushtet, me para, me njerëz që kanë pushtet politik, që kanë bara, që kanë prona, që janë të dënuar, që kanë kryer vrasje, që ndjekin edhe... Disa nga memet që kanë dalë për rjetë. Po duket qartë që ka një vëmendje të madhe të publikut, edhe gjithë emisionet këtë javë janë marrë me këtë banalitet që është ngritur llumi në pjedestal, duke thënë kap çat kapësh, është kthyer në një objekt ligji, e kupton apo jo? Edhe diskutojmë gjithë për KÇK, që është një turbizi, një banalitet, një llum, një tmerr. Nuk ka diskutim fare që për mua në nisje e ha. Nëse do të flasim me këta. Po e shiko, do kaloj tek tjetra, pra. Po ju them ndryshe nga sa duhet të thosha si politikan, po pa diskutim në fillime, në nisje po them, këtë një javë dhe javën e dytë, që e ka një serialin që populli do haj sapunin për djathë, pa e beson. 2 në ditë, 2 javët e para. 2 javët e para, kjo do nxjerrë një, sikur ka risk të madh një police me syze që i fshihet identiteti, se ky është qëllimi pse del një police me syze dhe bjonde etj. Dhe pastaj nxjerrin identitetin vet, e kupton apo sa çesharak janë. Do të ketë problem këtu. Pasit kaloi
Korrigjoj pak, e hap popullin. E hap populli. Hiqe nën në fund të plak. Ç'është ajo në atje? Se kuptoj pse ka dalë. Dhe pasi të kalojnë 2 javët e para që do nxjerrin nga 2 në ditë, ky nga 3 në ditë, pasi të bëjë sikur ka show, pasi të vjen këta policët si me loj luftash aty duke dalë me në godina bosh apo në godina të vjetra, pa diskutim që do të vijë java 3 dhe java 4 që populli do ta kuptojë dhe që nuk do ta hajë më një propagandim të kot, një show. Atëherë një sekondë Sarian, mund të thonë se kemi kohë. Dhe Sarian të lutem, ata bëjnë debat. Dgjoj Sarian të lutem. Ti tani ti je nik i vjetër i emisionit. Në fillim e hathe. Po e bëre këtë bisedë që nuk ka debat valla. Në fillim e po e vazhdojnë. Jo, po dëgjoj, po që do të thotë shofer Curin ti. Dakor, në fillim thua e ha. 2 javë të para tha. Po pastaj në fund më ç'a bëhet në fund? Në fund do dalin gjithë lart dhe qëllimi i këtij që ta kuptojnë qytetarët ç'a është qëllimi i këtij akti normativ është që të gjithë një listë me 250 emra që janë dënuar, që kanë ekzistuar prej vitesh, do ju bëj shërbimin e fundit. Deri në fund vjetorit. Se ju kuptoni. Deri në fund vjetorit 2020. Po, është akti ta them që do të nga tani direkt. E di cili është qëllimi ç'a do bëj? Ja, po një sekondë, po tani sekondë qëllimi, prit sekondë Sarian. Është totalisht e kundërta mo Saliani. Në fillim nuk e ha. Se dalim ne këtu themi mos, se ajo me syze, se kështu, se ashtu, se paralajmërojmë njerëzit ne. Dhe njerëzit në fillim nuk e han, i mbyllin veshët dhe syt. Puna është që kjo propagandë do të bëhet kaq kronike dhe kaq e zgjatur dhe kaq do ndryshoj kaq shumë data. Do bëjmë mutacione, po. Mutacione sa njerëzit në subkonsh do ta han, se problemi është pra në fund e han. E kuptuat? Jo në fund, po të thuash e han mbas muajit të parë han. Bravo. Dhe pastaj e kanë sapunin komplet, domethënë në komplet në brenda, nuk ka nevojë. Brenda e kanë brenda. S'ka nevojë të thua se ku. E han se kanë sapunin brenda. Në mendje. Po brenda në mendje, ti e ke fjalën, po. E kanë, domethënë gjithkohë sepse këto janë mesazhe që janë të studiuara mirë për të sulmuar subkonshën e njerëzve. Ne mund t'i shpëtojmë njerëzit nga koshienca. Pra në ndërgjegje, në koshienc, njerëzit nuk e han. Është ajo që thua ti, që ti e the në fund, po unë po ta them në fillim. Më pas këto mesazhe bëhen kaq të shpeshta, kaq të thella, kaq të nënkuptueshme. Plasë ka shënë lediore pa edhe pa pastaj do ta korrigjuar. kemë gjithkohës në mendje këtë gjë. Dhe pastaj edhe ju e dini këtë muhabetin e spektaklit se keni filluar po e bëni tani. Se ç'keni ca. Jo, një sekondë, Curi, mbaj këtë sepse është më mbrapa. E ka filluar. E bosh më mbrapa. Letërimi është tek kjo një herë. Ndryshe. Pra e kuptove ndryshimin. Aty ku ti si dakord, me sa kuptova unë. Aty ku i thua se ne nuk jam dakord me ty. Po. Nuk është. Saliani thotë e han nga majtas djathas. Jo nga majtas. Unë them e han nga djathas majtas. Ndryshe. Jo, unë them se e han në fillim dhe jo më vonë. Sa ti thua, nuk e han. Nuk e han në fillim. Në fillim e han më vonë, thotë. Ky është ndryshimi. Pra te koha ju dalloni. Po. Atëherë Jo vetëm te koha, po te rezultati. Te koha pra. Por zotëri, rezultati ka rëndësi më burr. Po cili rezultati sipas Senendit? Saliani thotë që rezultati final është që nuk e han. Pra duke ngrënë në fillim. Nësa ti thua rezultati final është që e han. E kupton kjo ka rëndësi. Ke drejtë. Shqen si koha, rëndësi është rezultati. Pse ndodh kështu? Se në fakt sa punën e Arama, pra populli nuk ka diskutim që nuk thjesht e shikon këtë si një shfaqje, po themi kështu apo jo. Kjo është një shfaqje e madhe me regjizor. Që regjizor është Rama. Tani në fillim, po dakord, po ta themi, në fillim 2 javët e para përfshirë dhe ne sot. Që jemi në javën e parë, di çfarë bën Rama apo jo? Javën e parë bombardon opinionin publik me show, me policë që vjen aty, me policë që bëjnë pompa, me policë që vjen këtu, pastaj nga elektriku i fustën në burr. Mbas kësaj e kuptoi njerëzit që nuk kanë as lek më shumë, as familje më shumë. E kupton? Një sekundë, Sarian, një sekundë, stop, please. Sarian, të kam gjanë, please. Curi, më falë. Jep radio. Bravo, Kanarqe, me gjëra vjara. Shije dhe aromë e veçantë që ju mund të gjeni kudo. Prodhuar nga teknologjia austriake e përpunimit të lëngjeve të frutave. Rauch! Garanton cilësi maksimale, bravo Kanarqe, shije dhe aromë e gullushme. Mos pini vera, zonë e zotëri. Pini bravo Kanarqe me shije të papare të lëngje të frutave. Jemi rikthyer në studio. Me Ervin Sariani për balë. Arian Curi, zonë e zotëri, me pyetjen që plasat në ekran. KÇK, anti-KÇK, FL, GLE, MLP, PLQ, GLM, TLL, FLL. A e hap populli sapunin për djathtë.
Na ka mbetur 20 minutat e fundit, edhe unë ndërpreva pa dashur kë. Sarjani. Mbylla Sarjani idenë se dua ditë qëllimi pse e bën. Shkurt që te kuptojnë, di pse e bën. Serialet më të ndjekur televiziv sot janë këto me narkos, me vrasje me tjera, apo jo. Edhe Netflix kudo, po, El Chapo. Po ç'a bën Rama tani? E shikon që këtu ka një tmerr të madh tek njerëzit për sigurinë publike. Rama është i fiksuar, është i thandaksur pas serialeve, ri gjithkohë shef seriale. Po tjetër ja, edhe po e prodhon, edhe po tenton të prodhojë një serial. Po kujdes, ky nuk është një serial pa gjë. Krimi organizuar, përveç se ka pasur pushtet, ka pafundësisht ka prodhuar para, pasuri, prona etj. Të gjithë shqiptarët, partnerët në gjithë ju deri sot keni thënë disa nga këto akronimet. Jo kaq banale sa KÇK, apo është BKH, KÇK është kapsh të kapësh për ata që se kuptojnë. KLP etj. Pra njerëzit janë gjithkohon me këto butaforit që do vinë këto termat e shkurtuar, akronimet dhe do bëjnë namin. Pra në momentin që krijohen këto, fiks në momentin që krijohen këto, dhe pritet që drejtësia e re, po them unë, me terminologjinë që quajnë këta, ti turrej dhe ti grinde këta të krimit, Rama çavon. Rama del sot edhe thotë që i shpëton këta. Bën një akt normativ që është antikushtetues dhe ju tregon këtyre prapë që shiko, nuk keni punë me këta të rinë që po vinë, pra punë janë bosi këtu. Se ikin këta, e kupton? Një sekondë të kuptojmë publiku, që ta kuptojmë mirë ata që po na dëgjojnë. Ti po thua, gjithë kjo anti-KÇK, kjo operacioni FLQ, FLM, një sekundë, që janë për të shpëtuar bandat, pa diskutim. Sepse këta do të tetoheshin nga institucionet të reja në mënyrë të plotë, apo ju sekuestron disa pasuri. Po janë budalliqe, mos i ke parë të shkojnë kot. Ajo që shkoi e para ishte e sekuestruar në 2015-ën, të gjithë tjerat sot sekuestruan një makinë, kjo është operacioni këtyre sot, është qesharak. Një operacion që ka nisur kjo e sekuestrimit makinave ka nisur që në 2017-ën. Pra e gjitha të blinduara. Po nuk ka rëndësi, më prit deri në fund. Atë zotrinë e kanë arrestuar njërë, edhe këtë sot të Durrësit që ja sekuestruar makinë, e kanë sekuestruar edhe njërë për para. Sepse i ndodhi një atentat në i moment caktuar. Tani, një sekundë, pasarja një thot tani të gara. Vetëm ta mbyll si logjik. Rama i shpëton tërësisht të spari, së dyti. Jo, po, ta thot ai mendimin e vetë. Ta përfundojmë pasaj. Së dyti. Më intereson ku dështimi jot. Edi Rama po të regon prapë këtyre se këta ikin tani. Se ikin, këta të krimit ikin, shkojnë të institucionet e reja të drejtësisë. Thot unë jam bosi prapë. Po i ndihmon. Plotësisht, se kanë nxjerrë një akt me fuqi, me as pak fuqi ligjore, por që është antikushtetues. Dhe po ju bën Rama këtyre deri në fundit parasetiki. I ka fuqizuar tani, i ka majmur këta njerëzit? Ata parasetiki pa diskutim, më kështu mendoj. Pasi i ka majmur, i ka bërë me para, i ka dëndur mirë me pasuri publike dhe me leke dhe duke ushtruar rrugët, tani po thot, parasetiki unë po bëj dhe sikur ju kontrolloj me letra 48 orë. 48 orë s'merr dot një certifikat në këtë vend, apo ja. Ky kërkon që për 48 orë me një listë që e ka, thot kam një listë me 250 emra. Ata që dëgjojnë nuk e kuptojnë mirë, se thon e kuptojnë qarta se pra, di pse e kuptojnë njerëzit. Se ka një ligj antimafia i cili nuk është se sekuestron vetëm pronat, po tyn tek vllai, tek motra, tek krushqit, tek antimafia. Po se nuk do që ti ndëshkojë vërtet, pra se i ka partner Rama këta, këtë do ndëshkojë Rama. Kjo është teza jote, pra ti thua bën sikur në sytë publikut ndëshkon, por në fakt ndihmon. Bën sikur në sytë publikut, nxjerr këto skenat e serialeve dhe ndërkohë nga ana tjetër ju mbyll letrat këtyre. Me këto ju mbyll letrat Rama. Pra e shohin njerëzit sot që këta të krimit janë më të fuqishëm se më parë. Kot, ju ka shkuar ca në përfshatra atje, ca shtëpi një kaçe, ca qesharake, ky i Durrësit i tha që s'ka asnjë pronë, se i din këto këta apo ja. Pra i çon aty Durrësit s'ka asnjë pronë ai. Ky Lul Berisha, ai tha s'ka asnjë pronë. Për 24 orë u përgjigjej. Pra edhe hipoteka, kadastra, dokumentat etj. Pra këto janë të gjitha përpjekje të qarta për të devijuar nga institucionet e reja drejtësisë për shtuar banditët. Kaq. I konverton, nuk i mbron. Ato vilat e bukura... I konverton, bje dakord, edhe konvertim. Do në lësh tani? Mbrojtje, konvertim, etj. Konversion nuk është mbrojtje, i konverton. Këta vilat e këto që kanë, këto si janë bërë 7 vitet e fundit, janë më përpara këto. Shikoni themelit, ku janë themelet? Themelet e më të shumtëve, si pas një studimit shkurtër që kanë bërun, kanë qenë në kohën e PD-s. Ka pas më lirshmëri për të fortët në kohën e PD-s. Dhe Rama është i shqetësuar që këta të fortët që kanë lulëzuar në kohën e PD-s dhe kanë ngritur kështjella, zemraje në ekran, kanë marrë akoma kanë një lloj garancie që me gjithatë jemi ne nga mbrapa, mos e çani kokën. Ramës nuk i duhet kjo gjë. I duhet që këta, se ka dhe me lista ai. Lista është
lista është me këta që kanë lullzuar, që kanë themel... Në kohën e PD-s, Po, në ku kohën... ishte PD-ja në pushtet? Po, ka qenë më lishmëri. PD-ja jepte më shumë lishmëri njerëzve që të ndërtojnë. Pra ti si e fare dakord me tezën e Sarianit, që Rama këtë po e bën për t'i mbrojtur? Jo, po i kërcënon, do me thënë... Ti po kërcënon vërtet? Po, si vërtet, se mendoni se bishaka. Ka fjanët, ja u merë pronat? Nuk ja u merë, bra. Po si? Ai kërcënon për të konvertuar. Konvertimet më të mëdhaja edhe në botën fetare. Për të konvertuar, domethënë për t'i bërë që të votojnë për të? Për t'i marrë ai, pra t'ja marrë PD-s. Konvertim është të ndrosh fe, fjalë për fjalë. Conversion është të kthesh. Konvertim, po. Konvertim politikisht është Ani familje është mesazh suri foti. Ti jesh foti. me PD-n dhe të bëhesh me PS-n. Që tani jam unë, kështu që nuk keni punë me ata. Po, nuk ju mbrojnë dot ata. Prandaj nisa në diskutimin me Saliani që shiko se PD-ja ka jep her pas here sinjale që nuk mbron ai sa duhet të mbrojë dikë. E kupton? Të vetët. Duhet i mbrojë të vetët, më mirë se nga që mbron. Dhe tani ky e ka marrë këtë, po të shfrytëzon dhe historinë tënde, dhe thotë shiko, mos rini me ata, se ata të dobët janë. Nga parlamenti kanë dalë, mandate s'kanë më, shish po i bënde Saliani, do me thënë që do t'a fusin brënda, dhe hajde të ktheheni me ne. Dhe historia është që këta t'i konvertojë, t'i kthej nga me PD-n, t'i kthej me PS-n, sepse i duhen, e kupton, është përballje afër tani. E para kjo, e dyta, kjo se the që e han po jo, po unë të lash tash. Ti ç'ke apo të nga që thash ishim me PD-n, unë t'i them dhe me emra. Dakor. Ndory Sarian. Ndory. Po nuk është, nuk qëndron fare si analizë. Si nuk qëndron? Po pse? 5 vitet e fundit ja ato. Ato janë Saraje mbi 10-15 vjeçare. Ta heq meraku. Unë t'i them dhe me emra. Nuk kemi për t'i mbrojtur kurrë në këta. Po shumë mirë, më thuaj me emra se unë do të përgjigjem me emra. Ka nga ata që më njohin dhe më thonë që ne do të kalojmë. Po të them se i bia në tezë, ne nuk i mbrojmë ata. Partia Demokratike nuk ka asnjë bandit kriminal tjerë që ka, nuk mbrojmë nga këta. Ata janë të gjithë me Partinë Socialiste, janë të gjithë që mbrojnë, jo vetëm me letra. Ata emërojnë, këta në Durrës kanë emëruar kryetarin e bashkisë, zotëri, e diti apo jo? Këtë Vangjushin, e kanë emëruar këta. E kanë zarë kështu. Zarë. Në terminologji popullore marrin këtu e çojnë këtu e fusin xhepet tjerë. Por nuk ka fare mos. Së pari një në 2005 Partia Demokratike, një 253 organizata kriminale i ka futur në burg. Ky po i nxjerr tani. Po, nëse Partia Demokratike ka bërë një gabim, ta them pa komplekson. Partia Demokratike në 2005 ka marrë përgjegjësitë e saj, ka dalë në opozitë. Ne po themi si ta përmirësojmë shoqërinë ose ti akoma këtu do mbetesh. Unë them 45 Partia Komuniste që është trashëgimtare e Partia Socialiste ka vrarë mira njerëz. Tani ne me logjikën e këtyre do merremi. Ne do të bie probleme çatia. Ta thash këtë që thotë, pa diskutim që ai do t'i tregojë. Ka njerëz që mi më thonë do bosh gjë. Janë bosë thotë ai, janë bosë. Se këtu biem dakord, janë një element që biem dakord. Që i kërcënon dhe që u tregon që unë jam bosi me një ligj që nuk është ligj, se këta nuk është se janë të formuar juridikisht, këta të bandave. Dhe këta thonë që ky zotëria tani, ja po ta them unë. Këta që ishin të kërcënuar nga drejtësia tani do ta shohin Ramon, se Rama ikën nga pushteti, ky po tenton të luaj kështu si klon, kështu se thotë, thotë që shikoj. Unë do ju fus në burg tani se kam këtë ligj. Nuk ka asnjë gjë Rama. Bëj një konvertim nga PD-ja në PS. Edhe me qenë se e morë edhe rastin tim ja ku jam. Nuk kërcënon dot deri. Nuk kërcënon, është kërcënim me luk çaj thon. Pra kërcënohen dot me luk çaj. Këta me arma dhe me blinda dhe me kështu ju vetëm me luk çaj. Nuk kërcënohet njëri me atë vëlla. Kush nuk kërcënohet? Askush nga banda, nga kriminalët. Po fare asnjë. Pra këtu ke vetëm njerëz me burgim të përjetshëm që polirohen. Këtu ke kryetar bashkisht të cilët nga llumi janë bërë kryetar bashkie dhe nuk ikin. Këtu ke njerëz që nga llumi janë bërë deputet. Këtu ke drejtorë të administratës, po e sotja me këtyre 7 viteve. Më thuaj një rast, po mirë, shiko, do ta bëjmë kështu. Kjo është histori e 30 viteve. Më thuaj një rast të Partisë Demokratike, pavarësisht se unë jam përfaqësues i ri dhe nuk kam pas përgjegjësi dhe unë do të kërkoj ndjes publike. Po më thuaj një rast. Po s'ka nevojë më se e kanë bërë ata të mëdhenj. Tani nuk ka asnjë rast po ata të mëdhenj më. Në politik që ti jemi vërtetun se unë ta them dhe këta në politik pa diskutim që këta afrohen tek politikanët, tek deputetët, edhe ju i përdorin edhe ata i përdorin. Njëra dorë lan tjetrën, të dyja fytyrë. Po pa diskutim, shiko, po unë të them edhe tjetër, po se ti mendon se herën tjetër nëse Rama do vi me këta, unë do rri me duar në xhep? Në zonën time elektorale do bësh i fortë. Po pa diskutim, më ball për ball. Si të doj. Po dhe prandaj si mendon ti? Ne po themi, po ti njerëz, po luftë është kjo punë, luftë. Po mendoj njerëz kështu si ti, unë do them dakord, mos e unë. Po patjetër. Unë jam i mbrojtur do them publik se del çurri aty thotë. Shumë çfarë, s'kam presion publikun. Do vetë unë një band tu t'ja një band edhe për të fituar kush fiton zonën. Po pa diskutim, po e kthejmë kështu. Nuk është diskutimi këtu. Ne po themi një diskutim publik mbi disa parime të cilat mbajnë shoqërinë, mo. Ne po themi
ky që është i kriminalizuar, ky që fiton para në mënyrë të pandeshme, ky që vret, ky që prostituon, ta izoloj shoqëria, ta fusin burg. Ti thu që ky të kontrolloj shoqërinë. Po Jo, ja nuk e tha, nuk tha ato. Po këtë më thot s'ka gjë, se edhe ju kështu për relativizimi këtë thotë. Tani me qenë se i ka ky merrin edhe ju. Po me qenë se ka pas... Po jam, atëre lere, atëre do të përgjigjesh. Po ku janë këta? Si mos i lëshoni, jo vetëm nuk i lëshoni, nuk ka asnjë mbrojtje dhe kemi denoncuar. Më thuaj një emër ti që është afër Partisë Demokratike, të të them që nuk e kemi denoncuar. Disa prej tyre i shikoj edhe si allegjin të mëdhenj po historisë vetë me emra. Si profile i kanë të gjithë surratin kështu si tele. Nuk ka një emër të vetëm në të cilin ne kemi mbrojtur për shkak. Po kanë dhe fytyra të ndryshme, nuk është e rëndësishme se mund të kenë një veprim, një qasje, një qëndrim, por secili prej tyre janë më të pafajshëm nga ju, se gjithsesi nuk i kanë vjedhur askujt asgjë, kanë rrezikuar jetën, kanë shitur drogë, prostitucion, kanë dhe shërbime, kanë marrë para. Jo, ju keni bërë më shumë, se juve para që keni marrë dhe keni vjedhur, i keni bërë pa rrezikuar asgjë. Ka një qëndrim. Unë s'kam qenë asnjë ditë në pushtet. Politika bie dakord unë me. Bie dakord, po. Edhe shumë mirë që e kam këtë fat të madh. Politika ka një qasje, po them tek njerëzit tani, apo një perceptim të keq. Dhe bie dakord unë me këtë. Po si ta bëjmë? Ta themi që keni të mirë, se keni të mirë. Po shumë të keq e kam, shumë të keq. Nuk është se ka kështu. Në të gjithë diskutimin, vetëm ta përfundoj këtë fjalë. Ai forti Shiakut, ti se ke ide se unë vetë Shiak pasere se kam miq atje. Kishte krijuar një trishtim të madh në zonën përreth, se këta tani, këta që llojnë që janë dhe shumë bamirës ti çan. Kanë një kod nderi të çuditshëm, domethënë ndihmonte të varfrit, bënte bamirësi sadaka, disa prej tyre shkojnë edhe falen. Po është vërtet. Ata janë besimtar më shumë nga ty dhe nga unë. Dhe tani fakti që një apo dy nga ata dole nga qarkullimi kanë krijuar një trishtim të madh në publik. Kështu që mos mendoni se do fitoj Rama ndonjë kredibilitet në publik me këtë. Të bie edhe në një element tjetër dakord me Çurrën. Po njerëzit janë mërzitur shumë. Njerëzit janë mërzitur shumë që këtyre po ju merren në pasurit. Sepse në ndryshim nga ju që nuk bëni as bamirësi, këta të paktën, edhe për arsye të një mbrojtje në komunitet, kishin shumë ndjeshmëri me të varfrit e komunitetit. Pra këta kanë bërë bamirësi të mëdha, ju kanë marrë fëmijët, i kanë shumë në prostituim, i kanë marrë fëmijët, i kanë futur në burgjet të Evropës. Nuk ka rëndësi, po tek politika pa diskutim, do të bëjmë dakord me qenë do të bëjmë dakord, po. Nëse do të niste ndëshkimi pa diskutim dhe edhe bos më kështu, jo nga ne, se kjo është duhet të niste nga qeverisja. Kush e ka ndërtuar një sistem të kriminalizuar nga fillimi në fund. Pa diskutim, pa diskutim. Pa diskutim, të dy. Të dy. Ne kemi të dy më dhe të tjerë. Po ta them edhe ne kemi propozuar veting politik zonë. Derdhur asnjë pikë djers dhe jo më gjak për të kemi kërkuar ne. Pastaj të kalojnë deri tek ministra dhe ish-ministra dhe deri tek ty në fund. Nuk e di ç'keti në gjë pas se pa diskutim. Po që ne kemi propozuar për këtë rast veting politik, pra dhëmb e dhëmball të kontrollojnë politikanëve. Po tani në 7 vite, po që se më thua në këto 7 vite të qeverisjes Ramos, që është bërë mullar situata me vjedhje edhe me korrupsion edhe me PPP-ra e me këto edhe me shkatrim pronës publike. Nëse ky gjyqësor edhe ti si përfaqësues i publikut nuk thua që duhet dënuar njëherë këta të parët, pastaj të vazhdojmë me këta të tjerë, kjo pastaj është po edhe me ne, pa diskutim, po ne nuk kemi sot, ne nuk kemi administrim publik, ne nuk kemi para publike që administrojmë, ne nuk kemi etj. Më lërat e më të shke, së klasë, se u adit dhe me targa, më lërat, Range Rover, jo më jo, s'po ju avjethi, Robin Hoodi ishtu amarun, unë i shkreti cëllë këtë në thënëndës kam. Kjo është një logikë, e di që logikë është kjo, po mirë, kjo është një logikë akoma me turshme, pa kulaku andej matan, që ka në i para, po pa diskutima i mund t'i ketë me pasurit të lishme, po te po themi, ne po themi në mënyrë të qartë, si shpjegon do njeri gële, me roga shteti mo? Gële me roga shteti? Jo, me roga shteti. Gële me roga shteti? Nuk i shpjegon do. Pa lara tani këtë mua bet gële me roga shteti. Duhet dhe to, dhe duhet njëse timi njerë, se gële me roga shteti. Po kërë është një liqë tjetër që po flisë Range Rovera. Jo, ne po flasë, e që po flasë tani, e që po thotë Çurrë tani. Këta makinat është po themu 50.000 euro. Ne po themi 100 milion euro koncesion në shëndetësi, vetëm një. 80 milion euro ajo është e realizimit. Ajo dializës një 80 tjera. Po s'ka lidhje me këtë që kam pra, se kjo e ka target grupin tjetër. Nuk ka, po me qëse po justifikohet. Tani dorëm nga jo. Dorëm edhe këta poshtë nuk justifikohet që mund të mbaj ma 100.000 euro. Është mi fort se sa kjo KÇK-ja banale. Me gjitha për të rritësye si jemi në fund. Antimafia që konfiskon pasuritë e mafiozve, kaq. Nuk justifikohet të mbaj makinë 100.000 euro. Curi për të rritësye dha dhe për të kujtuar ato që thanë fillim.
ju thoni që gjithsesi me gjithë debatin që bëhet tu dhe në çdo studio tjetër, pavarësisht nga mënyra si bëhet, jeni të bindur më fal. Jeni të bindur që si thot Saliani, teza e Salianit, populli e ha sapunin për djath në fillim 2 javë të para, muajin e parë, por pastaj jo më, se bombardohet. Po patjetër. Dhe ti thua populli nuk e ha sapunin për djath në fillim, Se lëm ne. se nuk e lë, se thuash ai opinioni publik që ekziston, por e ha më mbrapa se kjo bëhet, kalon subkonsh thoti. Se tani jemi në fazën e koshiencës. Tani jemi të koshiencës. Mund ta dëgjoj, Sariaj. Mund ta Motosh bombardojë. ka drejt, po? Jo, Edhe nuk ka. e shpjegon, Sepse në fillim njerëzit kanë shpresën që do ndodh diçka në fillim. Dhe kur shohin se rrëmurin e madhe këta policët që lëvizin ajo bjonde aty në syze, tu po thua që bëhet marrë. Në shkencë vjetër ajo, nuk ka diskutim. Shkencë vjetër të qenë në televizion. Që nuk ka asnjë Se s'po lloj letua thënë që ndryshimi po kanë filluar tek ta, më vonë ke kur e ke do iki. A më thuaj, se të mbaroj jemi në fund, po mbaru më thuaj. Këta më burr. Çfarë? Morën nga Rama ka bërë fokus grupe, pra ka bërë sondazhe që kjo gjë i del mirë. Kjo gjë kalon dhe del mirë më vonë. Po që është tmerrëm. Dhe tani këta që kanë marrë kuptimin që ha populli sapunin. Kanë marrë dhe këta kompani gjendja e kriminalitetit është e tmerrshme. Qytetarët e kuptojnë që janë pa rend, pa siguri etj. Rama shikon se që qytetarët e ka keq dhe do të bëj këtë shohun që ti bind qytetarët. Rregull pra, e kuptova këtë gjë. Është kundër. Është po, ka bërë një sondazh që më sa duket i funksionon apo jo? Këtë po bëni dhe do tentoj. Nuk e di më i funksionon. Ndërsa thuni thua këtë e bën po pse bën opozita? Këtë po e bën dhe opozita? opozita tani, sepse është shkencë kjo më. Kjo e bërjes së fushatave. Kanë marrë këtë kompaninë izraelite që kanë marrë, se është publike kjo. Po. Edhe ata tani i kanë thënë Bashës, e kanë nxjerr fare nga natyra se Basha nuk është edhe tip spektakolar, është njeri serioz. I kanë thënë që nëse don ta fitosh këtë muhabet, Po duhet të bëhesh pak më trendi. Jo vetëm më trendi, nuk fitohet vetëm me argumenta në studio kështu. Në këtë vend njerëz serioz mungojnë mos e kështu karagjoz. Po mirë mos nuk ta shau njëri mos serioz. Po nuk ta shoh serioziteti si dëm, edhe un po e them njerëz e kanë futur të bëjë ai videoklipe. E kanë nxjerrë në burrë. Ka qenë Basha videoklip? Duke takuar njerëzit. Se kanë panu këto. Duke kaluar semaforin më këmbë, duke takuar njerëz, Jo, në këmbë ai ka gjithë jetën që të në këmbë çori. Unë se kam parë ndonjëherë jo atë. Në përqytete? Sfat. Se në përqytete në këmbë takon njerëz apo? Jo, rastësisht, domethënë në përditshmëri të blej domate, kështu kastraveca. Dakor, jo duke i fon njerëzve. Pra jo, për shembull, jo vetëm atë, po asnjë politikan s'kam parë në këmbë ndonjëherë në jetën time, që unë lëviz goxha më këmbë për Tiranë. Po gjithsesi kjo nuk është e dëmshme për shoqërinë. Jo, po them thjesht që e kanë futur dhe atë. Të përdorësh ato policat me syze. Po është e njëjta gjë më. E kanë futur dhe atë në këtë gjë se nuk shpangesh dot. Kjo është shkenca tani. Njerëzit duhet të shikojnë në ekran. Të rinë duhet të shikojnë për portale, në celular. Tani është media portale gjë. PR, public relations, është marrëdhënia me publikun, gjithçka. Pra nuk ka asnjë thelb. Jo, sepse jemi në epokën e demokracisë audiencave, ku elektorati, njerëzit që të votojnë nuk janë asgjë tjetër dhe nuk duhet i trajtosh ndryshe përveç se si një audiencë televizive apo e internetit dhe liderat politik pa dashje në tyre ka lidhje sepse po ta them që është gjitha spektakël. Është një lloj tjetër spektakël apo politikanë të opozitës apo kryetari i majorancës. Ai po ta thap. Spektakël bën Rama ai me këto policët me sy. Madje morë vesh të kush ky relativizimi diçka do të thotë. Ky tjetri administron para publike është njëri i cili përdor burime shtetërore. Burime shtetërore. Ky është ai përdor para publike. Para publike. Ky ka vendimarrjen Rama zotrin. Ndërsa ti para zgjidhen e këtij tona, secili. Ore ne mund të jemi protestë, ne mund të jemi në qendrime publike, në alternative etj. Pra çfarë do thotë kjo që shoqëria e spektaklit, që njerëzit ndjekin debate dhe ose pastaj thonë që ose ti beson që Rama vërtet do bëjë gjë me këtë, jam dakord me ty. Se ti ke bërë para bashkë spektaklin. Po s'ka asnjë problem. Po cili është shqetësimi këtu? Ndonjë personalitet fantastik i spektaklit ka qenë Ervin Saliani. E mbanon kur mori atë peshkun e madh. Po dakord. Ai peshku ka peshku. Mori peshkun, po që nga i peshku e ngriti Saliani shumë. Që nga ko e peshku t'ju ngritën shumë ato. Po ishte gjetja ajo, ishte gjetja e peshkut pra. Ishte për dolar lum. Ajo kishte një element cilë edhe sot e kësaj dite, pra peshku i madh nuk është fare për izraelitët që t'ja thosh. I vetmi peshk që u kap është ai peshku i çova në parlament. Pa ajo tjetër ideja. Ajo ka simbolik pra. Kaq se, ishte edhe rrugët e tjera, po këto nuk ndikojnë jetën e qytetarëve. Nuk e di pse kundërshton. Kjo është si ta përçosh mesazhin nuk të ka kundërshton thotë Suri pra. Ti je mjeshtër i spektaklit. Di sepse. Edhe tani po vazhdo më
spektakl dhe mirë e ke. Mirë, e para është se si e përçon mesazhin dhe këto janë mënyra të ndryshme se si e përçon mesazhin. Ka bërë edhe shumë tjera po. Edhe kanabisin, pra, ai është një mënyrë tjetër që e përçon mesazhin në drejt për drejt. Po ai nuk përdor para publike. Tani u bë thën tjetër gjë. Desa në këtë rast nuk kemi te para publike, jemi te a funksionon spektakli apo jo. Dakor, tu po, kjo është gjë. Ti do ta denoncosh spektaklin që nuk funksionon, mos e bëj vetë. Të lutem tani, apo që ta kuptoj edhe njerëzit të debatin tjetër pak shumë. Kush është qëllimi, kush e bën më bukur spektaklin? Më bukur spektaklin e bën ai që paguar më shumë lekë. Për qytetarët që mbase nuk kanë kaq informacion logjike. Jo, ja ta them unë tani. Nuk është cinik fare. Po më ta përfundoj. Mënyra se si e përçon në publik nëpërmjet komunikimit. Do bjerë gongo mos u mëzit. Një politikan apo qeveria apo opozita etj. Mund të jetë me spektakël, mund të jetë me seriozitet, mund të jetë me forma ndryshme. Tani cili është ndryshimi? Duhet të jetë vetëm me spektakël. Opozita që gjykohet dhe bëhet ky gjykimi. Kështu opozita nuk ka vendimmarrje. Opozita gjykohet mbi akte dhe gjykohet mbi mbrojtjen e interesit publik apo jo, që ne bëjmë pa diskutim. Qeveria të lutem ta përfundoj pra tani. Po përfundojmë. Ndërkohë qeveria, di çka ka apo jo? Qeveria ka përgjegjësinë që të krijojë rende siguri, mirëqenie, shëndetësi, arsim, rritje rrogave etj. Tani ne po gjykojmë që ky akti që po bën ky, ne nuk po themi se po e bën me spektakël. Nëse ky arrestonte me spektakël, ta ka 7 vite në qeverisje. Po di arrestonte me spektakël. Edhe lart qoftë se ne nuk do donim. Kishte ndonjë krizë me armë, se mund të ketë krizë, mama, kur dalin po themi policë që bëjnë pompa, ti pret tani që këta do bëjnë luftë. Po pse pompa? Po ku shkon atje? Po kot më qesharake për ta bërë qesharake. Ju më thon pompa pra. Ai nxori Rama për të bërë pompa që bëjnë pompa. Që bëjnë pompa. Dakor, mendova se mos çan pompa. Që të ketë sukses kjo e Ramës sot. Di si është kjo është institucion i cili duhet i shërbejë qytetarëve për të garantuar rende siguri, për t'i çuar këta para, për t'u konfiskuar pasuritë, për t'i çuar këta prapa egrave etj. Tani që të ketë sukses kjo, disa sukses mund të ketë kjo. Mund të ketë sukses, saç mund të ketë këta çunat që shkojnë palestër dhe bëjnë ekra dhe dalin kështu bllokut se currin duhet i ketë parë se kalon ande për të kapur Kim Kardashianin. Edhe këta kaq do kapin. Këta të Ramës. Pra, në spektakël ta duken shumë, po në fund nuk kapin gjë. Kjo është batuta e fundit e Salianit, i cili do vi shumë shpejt në emisionin tim, falenderoj Jashmase. Do jetë një luftë spektaklesh i papar, dhe sa më shumë të afrohet zgjedhjet, aq më shumë spektakle do të ketë, dhe do fitojë zgjedhjet apo luftën ai që do të jetë më origjinal në spektakle. Saliani për mua mban vendin e parë. Edhe para Ramës? Po. Saliani pari? Jo, para Ramës, jo. Saliani pari, Rama i dyti. Përmbajtësore, këto janë përmbajtësore. Ndërsa ai ka kot. Arian Curi, zonja Zotrin, që është menex do të prente, Saliani do kthehet prapë shumë shpejt jemi bindur në këtë studio se kemi debat dhe aktualitet. Ndërkohë që Ledio para se të ikim, po, gocat nga 4 elements, nga 4 elementet janë këtu, i plasim me njerë, unë Curi dhe Saliani do i bien këtej Ledio, kështu që ti merru me gocat një 60 sekonda para se bëjmë pauzën. Jepi, për qefin tonë. Mos u largoni se kemi surpriza. Kthej Curit, lutem, nga kjo ana kthej. Jepi, Ledio.